me pjesën e dytë, pjesën e intervistave dhe siç e paramenova më herët do të realizojmë një intervistë me përzierësin e kombëtarës së Kosovës U18 në handball në konkurrencën e meshkujve, zotin Fatmir Muhaxhiri. Zotin Muhaxhiri, faleminderit shumë për kohën e shkëlqymet pas studio. Faleminderit dhe ju përshëndes. Një sukses tjetër historik pas asaj që ka arritur vite më parë me kombëtarën e Kosovës U21 në handball, duke qenë pjesë e kampionatit evropian apo botëror, ka qenë asë kohë? Kampionatin botëror 2019. Okej. Dhe tashmë kampionatin e tjetër botëror që zhvillohej vitin e ardhshëm në Egjipt, mirëpo me djelmosha më të ri dhe djelmosha të tjerë që ndoshta nuk i ke njoft, po nuk e pas rastin me punu, ndoshta edhe ke punu me ta më herë, nuk e di si ka qenë situata. Mi po tregon pak çfarë ndjenje është për ty ky sukses historik me këta djelmosha. Po të them të drejtën, kjo është po marr parasysh se Cetronera ka një cilë, domethënë një të arritne, mendoj që në vitin 2019 kur kam shkuar në Spanjë, domethënë ka një pozitivitet shumë i madh sa përket me dhe gjithë djelmoshat që janë tani në të përgjedhë të atësaj kohë, kur në atë kohë kemi zhvilluar takime, domethënë me njëjtë një AF Trophy, domethënë kemi fituar AF Trophy dhe kemi qenë në Spanjë, ku Spanja, siç e dini, nuk na ka njoft. Asaj përket tash që ka qenë, mendoj që ka qenë një punë bukur e lodhshme, se këta djelmosha po kemë në moshën pak më të re, unë i kam marrë që 2 vite kemi qenë bashkë me selektorin, ku arsërimin, dhe ku momentin e fundit, domethënë në janar, ndofte, sepse unë kam qenë edhe treneri përfaqësues Kosovës. Dhe unë doftë të ndahem, jo të ndahem në atë aspektin negativ, po ndahem detyrat të ndahem, dhe unë e kom marrë kombëtarën U18, kur mendoj që është një sukses mjaft i madh sa përket këtyre ndjemve, por mos harrojmë që është sukses shumë i madh edhe për Kosovën, jo vetëm për handballistët e Kosovës, po mendoj edhe për gjithë Kosovën në përgjithësi sportin kosovar. Sa ka qenë vështirë të arritë deri te ky sukses në Prishtinë, në këtë turne që u mbajt në Pallatin e Rinisë, kishte kombëtare të mira në finalen poshtë Nigerinë, edhe pse ndeshja nuk nisi ndoshta në mënyrën më të mirë për ju, mirë po më pas e morët vetën, u rikthye dhe në fund arritë të triumfonit. Po të them të drejtën, për të arritë deri këtu, ne para 2 viteve, domethënë kemi filluar kur ka qenë ai sekretari i ndjer Izet Zenosi, që në atë kohë na ka përkrahur shumë dhe na ka dhënë motiv shumë në përgjithësi për organizime dhe turnet që të kemë marrë pjesë. Mendoj që sa i përket këtij AF Trophy, domethënë mendoj që Kosova e ka merituar këtë, sepse është një arritje mjaft e madhe, por sa i përket lojnat që janë zhvilluar, të them të drejtën, lojnat me Nigerinë ndeshjen e parë që kemi zhvilluar, ka qenë mjaft e vështirë, sepse janë të përgatitur fizikisht shumë dhe në pjesën taktike janë ma nashkalojnë, ama fizikisht janë përstepër të përgatitur. Ne e kaluam barierën e parë, domethënë ndeshjen e parë, kurse prapë u takuam në finale me ta, kur në mendoj që ka qenë një finale e jashtëzakonshme, sepse të luash handball në atë mënyrë që shkalujt Nigeria, mendoj që me një lloj thasteri, domethënë 45 deri në 50 minuta është abnormale. Ka qenë, ju ndoshta 2 nga 5 minuta me vazhdu ndeshjen. Po, aty fillimin e ndeshjes nuk e patëm fort mirë, po prapë u kthym në ndeshje dhe e barazuam, po shkojnë në vazhdime 2-5 minuta, ku mendoj që aty edhe që i të kalum, sepse e panë që edhe ata se e më të mirë dhe realizimi janë, portieri ke në nivelin e duhur dhe lojtarët u përqendruan në ato 10 minutët e fundit, kur mendoj që arritëm edhe qëllimin që ne kem pas për fillimin. Në fakt, Nigeria përmendet që ka qenë ndoshta kundërshtari më i vështirë gjatë këtij organizimi apo këtij turneu. Se përket kundërshtarëve të tjerë, po të them të drejtën, e kem pas edhe një kundërshtar mjaft të vështirë, dhe pse është në ngritje, domethënë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se ka një ngritje bukur të madhe sa i përket handballit, sepse në ndeshjen që gjysmë finale me Amerikën, domethënë kemi pas pak probleme, kemi arritur rezultatin të shkojmë në +4, por në pjesën e dytë kemi pas -3. Domethënë ka një ngritje, prapëramje,
por prap arritëm që ne në përfundim të ndeshjet në 6 minutat e fundit e bëjnë e përsim prej 4 gollave dhe në fund të fitojmë në rezultat mjaft të ngushtë 27-26, ku mendoj që edhe Amerikja ka ngritje mjaft, asaj përket të në Nigerisë të thëmë të drejtën, kjo është janë përgatitën fizikisht, por s'tepërmi dhe ta është fizikusi, është diçka që të ne nuk e kemi. Okej, tash po mendojmë për kampionatin botëror. Si mendon që do të jenë gjasat, apo si mendon që do të jenë krejtësisht varet edhe nga shorti i cili do të hidhet në ditët e para të muajit prill, në javën e parë të muajit prill. Mirë po, sa janë gjasat? Po të thëmë të drejtë, nuk mund të thëmë asgjë, sepse si që dini hala nuk kanë kalu as 7 ditë, domethënë pas përfundimit e dhe mendoj që do të jetë gjasat, do të punohet sa më shumë dhe varet edhe shumë edhe nga shorti, se shorti tash do të jenë 32 skuadra, 32 përfaqësues që do të përfaqësojnë në kampionatin botëror që do të zhvillohet në Egjipt, por do të jetë edhe faza përgatitore se pas hudhjes së shortit me datën 7 edhe 8, mendoj që aty do të mësojmë se do ta kem kundërshtar e pastaj do të fillohet përgatitja. Do të jenë 8 grupa apo nga 4 skuadra? 8 grupe nga 4. 2 të para të kualifikohen tutje. 2 të para të kualifikohen tutje, domethënë i treti shkon prap ka lojna, po gjithashtu edhe i fundit ka ndeshje sepse duhet të zhvillohen 5 apo 6 ndeshje. Në Spanjë kemi zhvilluar 7 ndeshje sepse kanë qenë 4 grupe nga 6, domethënë 24 skuadra. Tash është puna pak më e lehtë sa i përket plasmanit, të thëmë të drejtën, sepse ne në 2019 kemi marrë vendin në 23. 21 falë. Vendin në 21, kurse tash do të jetë shumë vështirë që të arrijmë në pozitën 21. Pse? Sepse mendoj që skuadrat që do të jenë në plasman të fundit, domethënë 8 skuadra të tjera do të jetë mjaft punë e vështirë, se domethënë në vendin eventualisht 24, 25, se është shumë vështirë të arrish, ma do të jetë për ne. Do të ketë kombëtare të forta atje. Mendoj që atje do të jetë kombëtare elita e mbollit, domethënë botëror do të jetë siç e din Suedia, Franca, Gjermania, Norvegjia, Danimarka, domethënë këto elita botërore, po mos harrojmë se atje është edhe Brazili, Argentina, që kanë mjaft kapacitet dhe mund të bëjmë befasina, por edhe shtetet arabe, mos të janë shkalojmë, këtu është edhe Egjipti si vendas, mendoj që do ta kenë edhe pak përparësinë, por është një problem më i madh që në atë periudhën ku do të zhvillohet kampionati botëror, do të jetë mjaft vështirë sepse është temperatura do të jetë mjaft e larta, sepse do zhvillohet gjatë verës? Prej datës 5 deri në datën 17 mendoj që do të jetë temperatura shumë të larta. Cëllën muj? Me muajin gusht. Gusht, në pikën e verës që nga? Pikën e verës. A para me ku në Egjipt? Në Egjipt, për ata arsye dhe për ata fola se jo, sepse ne kur kemi qenë në Spanjë ka qenë temperatura, edhe pse kemi qenë në Bregdet, po ka qenë temperatura mesatare, ku mendoj që ka arrit 27 dhe 30 maksimumi, kurse këtu tash mendoj që ka me qenë shumë temperatura të larta. Po. Pas ka me qenë një sfidë e radhës për dilmoshat e Kosovës. Edhe gjithë ekipin, se jo vetëm për dilmoshat, po edhe ekipin për cjellës, se tutoj me Juve në Egjipt. Sa kemi brëm të ener të handbollit, tek të rinë të handbollit? Po të thëmë të drejtën, suksesa nuk po mungojnë. Kemi brëm, po do të punë. Sa kemi punë? Punë kem pak. Sa përket sepse në për skuadra punohet shumë më pak me dilmoshat e ri, punohet ma shumë me senior, ku mendoj që i shkojnë vetëm të rezultatet, asaj përket dilmosha të ri shumë pak janë 1 apo 2 skuadra që të punojnë ma tepër me pse nuk japet më shumë rëndësi dilmoshave? Po të thëmë të drejtën gjithë. Cila është arsyeja? Arsyeja na shkalojmë se njëjtë edhe në basket, edhe në handball, grupmoshat po çfarë? Ndoshta këtu mund ta cekë në veçanti mund të themi sepse ne pe gjenerata e treja gjithë kemë marrë handballistit, kemë plasuar për përfaqësuesën A. Po në për klube mendoj që është pak ma pak punohet, sepse vetëm në përfaqësuesën e Kosovës nuk punohet vetëm në një periudhë të gjatë, afat gjatë, kur mund të themërisht mund të bëjmë 10 ditë, apo 3 herë ka 10 ditë, është pak ma problematike si kur punon çdo 2 ditë apo 3 në klubet e tyre, po mendoj që ato grumbullimet kur bën me kombëtarë zakonisht punohet taktikisht më shumë për shkak që
ti përgatitesh në ekip edhe Po besa që edhe fizikisht kanë herë do të me punu se nuk janë s'ke përgatitur. Nuk janë përgatitur, po na e përpara i lajmërojnë që jetë do të përgatitën se nëse jo mund të bjesh edhe për shkak përgatitjes fizike, se jo për shkak gjë tjera. Dhe ajo është nështë edhe arsyeja kryesore. Kem një gjënat mjaft të re të mirë, ku mendoj që i ke gjënata që është u 18, do më thonë i kem 4 lojtarë në moshën 2008, do më thonë vitit lindi 2008, do më thonë alon, ata janë mjaft të ri dhe mendoj që për gjënata të arshme, dhe një gjënata që vjen 2008-2009, mendoj që ka me qenë mjaft perspektive për të ardhme. Ata mund me qenë edhe armja e kombëtarës Kosovës, pra, i bje kështu. Po, to është e vërteta që do tjetë kurse nga kjo kombëtare mendoj që për vitin e ardhshëm, do më se unë jam përgjegjës për 2 vite për këtë kombëtare, mendoj që dhe moshën 21 vjeçare në përfaqësuese namo unë mendimi jam është dhe ashtu besoj që do të realizohet, do të jenë 4 embollist. A mendoj që do të ketë ndryshim gjeneratësh edhe në kombëtarën A? Mendoj që A ka ardhur koha për një gjë të tillë? Mendoj që është koha, jo gjenerat për një herë të ndrohet, po të ndrohet 2-3, apo edhe një nëse do të jetë brenda vitit, mendoj për një cikël, domethënë 4 vjeçar, mendoj që do të ndrohen 3 minimumi, do të jetë një ndrim mjaft pozitiv sa i përket sepse gjenerata të reja do të kenë hapësinë të fushës, ku mendoj që aty do të jetë edhe shumë pozitiv. Po. Flasim pak edhe për kombëtarën A, një ndeshje më njëherë pas në fakt që u zhvillu në Prishtinë ndaj Ukrainës u fitua mirë, po so kemi gjasat që ta fitojmë edhe ndeshjen e kthimit dhe cilat janë gjasat për një sukses edhe me kombëtarën A. Po të them se për cilë i afër. Po të them të drejtën kanë pas gjasa shumë pozitive për përfaqësuesja A, por pas fitores që e fituan këtu me Ukrainën, ku mendoj që mendimi im ky është që përfaqësuesja e Kosovës në atë ndeshje duhet ta fitojë takimin me 4 deri në 6 golla e përsi, dhe mendoj që ndeshja është fitu, më rëndësi janë 2 pikë, po është një dëm shumë i madh se për bashkumes në Lituani, Kosova humbi me rezultat domethënë 11 e përsi, ku mendoj që është rezultat mjaft negativ, sepse të njëjtë embollist kanë qenë dhe të njëjtë prap kanë luajtur atje dhe mendoj nuk e di çka ashtu, por mendoj që do të jesh mjaft vështirë sepse siç e dini Ishujt Faro kanë fituar me Holandën. Po. Në Ishujt Faro, atje mendoj që do të jetë mjaft vështirë sepse Ishujt Faro i kanë bërë tani, nëse nuk gaboj, 5 pikë. 5 pikë, po 5 pikë i kanë bërë. 5 pikë. Holanda e ka përparësinë e tyre edhe pse ne kemi marrë një pikë nga Holanda ku sipas mendimit tim ka qenë një befasi mjaft e madhe, po kem pas fatin se ta fitojmë edhe ndeshjen. Po fati se deshti që ne të fitojmë 2 pikë, po e morëm një se kur ne të mirëshim aty 2 pikë, mendoj që do të ishim. Pse s'po kemi sukses kështu në ekipin A? Është një lloj rami edhe përcentrimi i lojtarëve që po dojmë të jenë unë do më thonë të jenë lojtari kyç, do më thonë lojtari kyç, apo që më thonë njeri më i ngritën, do më thonë mos përgjësia e lojtarëve, do më ndaj që aty ndashta dhe është. A është vërej kjo nga selektori për jashtërimi? Jo, mendoj që i ka vrejt dhe është shumë herë ka bo dhe kritika mjaft e mëdha, por në ato momente në çastet vendimtare kur nuk mund të marrësh asgjë, sepse mund të jenë 10 deri 20 sekonda, domethënë nuk ki çka merr, domethënë është shumë problematike, është edhe pse përkushtimi i embollizmit është mjaft i madh, po të them të drejtën është mëkat që kjo gjenerat nuk mund të shkojë në kampionat. Mendimi im, unë kisha pas dëshirë që nuk është në kampionatin evropian, por mos të harrojmë është edhe ndeshja me Ishujt Faro që luhet në maj, në fillim të majit, ku pastaj shkohet në Holandë. Unë mendoj që me ndeshjen me Ishujt Faro Kosova ka një përparësi, por ndoshta gol dallimi ndër me veti, mendoj që do ta vendosë edhe ato, dhe sikur Kosova të ishte treta ka pas gjasa të jetë në kampionatin evropian. Pak do duhet të shënon mirë e do duhet të shënoni më shumë. Pagulla më shumë këtu në Pallatin e Rinisë. Në Pallatin e Rinisë. Ta rresim atë diferencën. Diferencën sigurisht diferenca 4 apo deri në 6 golla, mendoj që në Ukrainë do të ishte në Ukrainë, jo, po në Lituani do të ishte shumë më lehtë, kurse atje me humbjen e tyre prej 11 golla mendoj që është
shumë e vështirë që tash, por neve i shqytfarë na kanë mundur me 10 golla përsi, ne i shqytfarë mendoj që Ajo ka qenë e papritur. e papritën, po. Me 10 golla e përsi. Është një skuadër që ne mund të flasim çka dojnë edhe pse i shqytfarë janë 58.000 banor, por të gjithë embollistët që të luajnë janë në Danimarkë dhe në Gjermani, aty është ndoshta përparësia më e madhe dhe lojtarët kyç ekipeve elit të embollit botno evropian. Sidomos në Danimarkë aty ku Janë në Danimarkë, po mos harrojmë janë në Kiel, në Flensburg dhe Magdeburg. Do më thonë janë 3 lojtarë të kyç që të luajnë back, center back, që të luajnë në ato vende, do më thonë në Gjermani, ku janë edhe në pas kanë ekip. Kanë ekip shumë kvalitative, nuk po i përmendit që të luajnë për shembull në Danimarkë, Norvegji, po mendoj që kanë një skuadër mjaft kvalitative. Fakt që i kanë pjesë atyre shteteve ku handbolli është lart në nivel, klart. Të them të drejtën është larg në nivel, por ne mund të themi sepse kanë banor pak, po ajo nuk do të këshyret ashtu sepse ata e kanë marrë një lajmit të sportit e handbollin dhe ata vazhdojnë dhe shteti i ka përkrah dhe i ka çuar në për këto shtete, domethënë Gjermani, Danimarkë, Norvegji, ku luajnë, ata kanë arritur edhe aty edhe kulmin. Po. Okej, kur jemi te kjo mbështetja, pas këtyre sukseseve, sa po mendon që po përkrahet handbolli në Kosovë? Po të them të drejtën, pak është duke përkrahur handbollin përgjithësi, sa i përket sporteve të tjera, mendoj që do të një angazhim më i madh edhe nga federata, dhe pse mjaft ka angazhime, po domethënë sa i përket financimit, po këtu të them të drejtën është më së shumti do të Ministria e Sportit të bëj më tepër, sepse hala ne nuk kemi qeftuar si kombëtare që kemi fitu për të shkojmë në kampionatin botnor në takim ne ishim dje në Komitetin Olimpik. Komiteti Olimpik, domethënë sa do kudo nuk është për mu personale, po është sa do kudo për ata djemë të rinj që të janë për një të ardhmë shumë të afërt që do të jetë perspektive Kosovës. Dhe unë mendoj që aty do të jetë përkraja dhe pse ndrimi ndashta i presidentit që tashpo që të ka qenë Evgen Saracini dhe ardhja Edi Kolgecit, mendoj që do të jetë pozitiv dhe me punën që ka fillu dhe me tani se pak është kohë e shkurt të vlerësohet. Që nga emërimi ti po. Mendoj që do të jetë edhe pse gjithashtu dhe presidenti Saracini është antar i bordit dhe mendoj që në të ardhmen do të bëjë një punë pak më të madhe, më të lëshme, sepse ta din mosha dhe në përgjithësi, domethënë handbolli meriton më tepër dhe kemi mundësi që të jemi në një pjesë më të lartë sa i përket. Nuk keni taku me kryeministrin dhe ministrin apo? Jo, nuk kemi taku, as nuk ne. Zakonisht i kanë nuk na kanë ftuar ala, por mendoj që ndoshta edhe pak puna e çtu në zgjedhje mendimi. Shkoa që tu mendu me bo qeverin, ale se kanë bo qeverin. Në çat kuptim, ama sa do kudana nuk është që i bojnë shpenzime, shkojnë vetëm një lloj përkraje pak morale. Gjithashtu edhe mendoj që financiarët do të na përkrajnë sepse deri tani, domethënë cikli i parë është i 3 muajsh të parë që mendoj që do të na përkrajnë sepse në të ardhmen do të kemi mjaft probleme sa i përket financimit, sepse cikli për kampionatin botnor përgatitje do të jetë minimumi 40 deri në 50 ditë dhe pastaj të kemi një sukses në 40 deri në 50 ditë. Duhet faza përgatitore tjetër. Faza përgatitore, do të thonë me etapat që do të ketë mendamje, po ato do të planin e bën për mos ngarkesa e lojtarëve për stepërmi dhe prap mos është. Duhet që këto përgatitja preferohen bën këtu apo të shkohet diku tjetër? Do të kemi edhe lojna miqësore, po gjithashtu po i kemi ne qëshor luajmë me Emiratet, luajmë në Sloveni, 3 ndeshje, mendoj që do të jetë mjaft pozitiv, ta shohim aty dhe nga aty tani të fillohet faza përgatitore. Ajo që ka një par mini fazë, ato 3 ndeshje. Po 3 ndeshje, domethënë në atë periudhën, domethënë maj qeshor gjithë i kanë zhvilluar se kemi bashkëpunim shumë të mirë me Emiratet e Bashkuara, domethënë ne udhtojmë sepse ata vinë përgatitje. Dhe ne udhtojmë deri në Sloveni, atje domethënë atje zhvillojnë 3 ndeshje apo 4 varet tash për ekipeve të cilat janë, dhe mandej kthehen për Kosovë, pastaj do të jetë faza përgatitore, kur mendoj që për këta djem do të jetë mjaft pozitive, por mos të harrojnë se do të ketë edhe mungesa familjare, ushtrimet kanë qenë mjaft intensive
E si arsyetohen të mungesat familjare, pse duhet të mungojnë një lojtar? Po të them të drejtën, sepse ndoshta ka lojtar që të ardha personale varet për tina. Familja varet për tina. Ja, po. E aty ndoshta mendoj që në qatë kuptim mendova se jo për tjetër arsye. Okay. Mendova se ndoshta ai punon, do të le punën dhe për atë arsye domethënë 2 muaj nuk Nuk është. kemi afton vetëm me ndbolli, duhet ta mbajmë. Ja Në atë kuptim e pata se nuk pata që diçka të kundërt se sikur të ishin senjora, po diçka pak është po familja, shkolla është numërni. Po. Sporti është shumë rregulla në pajtona, po familja e shkolla është unë që është numërni. Po, në fakt që duhet të ishte. Së fundmi kombëtari A ka fituar një grant për komeditë për $100,000. A dhe kjo është një fallë për kroje për ta. Po të thëmë të drejtën, kjo është hera 2 që në përfitojnë këtë grand, do më thonë e kemi fitu edhe para 3 vjetë, po këtë grand është afat gjatë, do më thonë 3 vjeqarë. Nuk është afat shkur, do më thonë me na vitit, po afat gjatë, do më thonë në qatë periud do të prap do të angazhohen përgjithësi Federata e Handbollit dhe presidentin e kryu me antarët e bordit, që sa ma tepër të mbledh jetë se kampionati botëror është mjaft i vështirë sepse ka shpenzime materiale, ka rekvizita, ka elemente që dalin pa pritunat. Lendimet, inshallah nuk do të ketë më varet edhe lendimet se dhe ato do të shkojnë mjaft. A mendon që do të jetë baza e ekipës të handbollit që kanë qenë këtu gjatë këtij turneu apo mendon që vitin e ardhshëm mund të ketë ndryshime dhe në bazë të moshës a detyron që të ketë ndryshime apo mund të jenë gjithta që kanë marrë pjesë në këtë turne edhe në Egjipt? Të them të drejtën, këta që marrë pjesë 14 handbollist, 2 nuk në kanë paraqit për shkak shkollimet që kanë pas dhe shkollave dhe klubet e tyre që nuk i kanë leju. Ka qenë jashtë apo? Jashtë është nga Gjermania, është Ardian Thaçi, cili është nga Gjermania, nuk ka mujtë të paraqitet në këtë turne. Është gjithashtu herën e kaluar ka qenë është Krasniqi nga Hungaria, për shkak që çështje të vizave, domthonë të punës, nuk ka mujtë të jetë në këtë grumbullimet e kaluara ka qenë të gjitha dhe kampionatin evropian që është mbajt në gusht dhe mendoj që tash do të jetë pjesë, por mos harrojmë sepse ne nuk mund të jemi vetëm me 14 handbollist, por në këto tubime dhe faza përgatitore do të jemi 20 deri 22 handbollist. Sepse nuk dihet nëse mund të arë lëndimet apo mos përgatitja dhe mund të ketë edhe ramje nga kjo gjërat, domethënë nga U18 që nga 14, domethënë të vinë 13, 12 dhe të merren të handbollist të ri. Domethënë 3 nuk janë të ri, por të moshës së njëjtë, po kvaliteti më i mirë. Po, e kuptueshme është një që tillë edhe mu po më çudit fakti që qysh vetëm 14 handbollist me qenë pjesë një turneu të tillë. A është e vështirë mi grumbullu? Mi grumbullu. Edhe këta që vinë nga jashtë po edhe vendor. Po të them të drejtën, e bëjmë listën 2 muaj përpara, domethënë e bëjmë listën se mas pari do të bëhet lista të dërgohet. Për shembull nëse është kjo IAF Trophy, domethënë, kjo të dërgohet në botë në kampionatin e IAF Trophy, domethënë dërgohet për shkak 28 handbollist. A këto pse janë 14 handbollist këtu, kjo është për shkak shpenzime, sepse këto shpenzime, domethënë për udhëtimet e handbollistëve që kanë ardhur në shembull, për marrë nga Amerika, domethënë shpenzimet i ka Federata Botërore. Federata Botërore. Federata Botërore e handbollit. Domethënë, për atë arsye është 14 janë 14 handbollist dhe 3 staff, domethënë është 2 trener dhe mjeki, atëherë i hek Federata Botërore. A tash në kampionate botërore domethënë udhëtohet 16 plus 5, domethënë 21. Këto me mjetet të Federatës së handbollit, këto me mjetet të Federatës së handbollit. Nëse marrim 1 apo 2 handbollist më tepër, domethënë shpenzimet janë minimumi është 2 handbollist nëse merren në kampionatin botëror në Egjipt janë gati 8.000 deri 10.000 euro. Për 2 handbollist. Për 2 handbollist. Shumë e majme kjo. Shumë e majme sepse nata pasi që kemë pyet në Egjipt sa është nata. 200 euro është nata. Për person. Për person. Udhëtimi, do thonë e kap shumë ndikon.
Aty do më thonë një lloj meditje të vogël sa do ku do ta pi një langa po diçka do më thonë e kap. Unë e fola ndoshta pak një shumë pak më asë. Për afërsisht nuk është e dim saktësisht, okay. Aty është ajo që se ajo është 12 ditore, do më thonë 12 deri në 14. Na e kem pas një pozitivitet shumë i madh sepse të them të drejtën kjo është hera e tretë që kampionate botërore nga e mbolli, po këtu është një pozitiv shumë i madh sepse të gjitha skuadrat që vinë nga jashtë kanë mundësinë ta fitojnë këto sepse është e drejta atyne dhe e mundësia atyne sepse në kampionatin botëror që shkon me një lloj, domethënë pamje të materiale ki free. Janë të pagume domethënë, po është afati 12 ditor. Nëse nuk gaboj vetëm udhëtimi paguhet, kurse këto mjetet tjera, akomodimi edhe këto tjerat janë të paguar nga Federata Botërore e Mbollit. Faleminderit shumë trajner, shpresoj që gjitha këtu të lashe këtu të i kalon dhe pjesëmarrja e tij sa më suksesshme atje. Ju faleminderit dhe ju përshëndes, mendoj që do të kalojmë dhe mendoj që edhe atje nuk do të jenë me kry ulur dhe do të bëjmë të pamundur që jem sa më lart të plasuar. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ishte ky Fadil